Do të ndalemi sot të flasim për një nga nismat më të bukura që po jep jetë trashëgimisë kulturore tonë kombëtare, itinerarin Fishtian, një udhtim poetik kulturor në zemër të Fishtës, vendlindjes së poetit tonë kombëtar Gjergj Fishta. Ky shteg në fakt është rreth 6 kilometra i gjatë, bashkon historinë, traditën dhe mikpritjen fishtiane dhe ku i ofruar vizitorëve një përvojë të rrallë atje. Ne në fakt këtë mëngjes do të kemi në linjë të drejtë për drejtë zotin Paulin Zefi, përgjegjës i trashëgimisë kulturore Lezhë. Mirëmëngjes Paulin, faleminderit që na e bashkuar. Mirëmëngjes Iva, faleminderit për suportin. Bashkë me ne është edhe zoti Dorian Zefi, në fakt është sipërmarrës i guest house në shtëpinë tande në Fisht në Lezhë. Dorian, faleminderit, kënaqësi që na e bashkuar gjithashtu. Faleminderit, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. E nisem me Paulin në fakt bisedën. Paulin e di që ka kohë që po punohet për të ngritur itinerarin fishtian, po më në fund le të themi jemi përballë këtij fakti. Faleminderit shumë edhe një herë. Itinerari tashmë mund të quhet itinerari plot sepse vendi ku ka jetuar Fishta provizorisht dhe familja e tij është restauruar në vitin 2020, pa donacioni privat pas 7 vitesh që kanë bërë luftë. Ndërsa për sa i përket vendit ku ka lindur, është një investim tjetër ky, një investim shumë i madh nga vetë qeveria shqiptare, se është realizuar në vendin ku ka lindur Fishta, në trullën e kullës ku ka lindur. Krahas tyre dy pikave shumë të rëndësishme, të cilët janë baza e itinerarit të poezisë fishtiane, janë edhe njësitë e shërbimit, njësitë e biznesit që janë në zonë, duke përfshirë restorantet, bujtinat për guest house-et, të cilët janë bërë pjesë e këtij projekti. Janë të shpërndarë normalisht duke parë edhe terrenin kryesisht kodrinor dhe fushor, por kryesisht është kodrinor. E kemi shtrirë itinerarin duke bërë pikën e kryesore, se startin e kemi nisur afër shtëpisë ku ka lindur për arsye gjeografike kjo dhe prakticitet. E kemi nisur tek shtëpia ku Fishta ka jetuar provizorisht dhe kemi vazhduar, faktikisht ne kemi menduar, kemi bërë matjet e para se mund të ishte 5.6 km, por në fakt atë ditë unë që kam udhëhequr grupin e parë dhe kam bërë matjet deri në fund ka 9.2 km në total. Ndoshta edhe me zigzaget e mia aty nëpër lagje, por telefoni tregonte se 9.2. Ka qenë një eksperiencë me të vërtetë shumë e bukur, sinqerisht shumë e bukur. Përfshi gjitha bizneset e zonës, janë qenë të ndarë tavolina e parë kanë qenë vetë stërrimbët e Gjergj Fishtës, afër shtëpisë Trueza, gjithë secili për këtyre bizneseve ka shërbyer diçka të veçantë, një prodhim të zonës tradicionale të veçantë. Ka e ke gjetur tek një pikë, nuk e ke gjetur tek pika tjetër, pra në 15 pika gjithsej, por e bukur është itinerari, sidomos pjesa që lidh nga shtëpia ku jetuar Fishta provizorisht deri tek trulli i kullës ku ka lindur, ku është memoriali i Fishtës, është një zonë kodrinore me 2 liçene artificiale, me të vërtetë një zonë shumë piktoreske, edhe kjo është pjesa më e bukur e udhëtimit, më e largë. Patjetër, ndërkohë që ju flisni e ne e ndjekim edhe me pamjet, në fakt duket natyrisht natyra shumë e bukur, po padyshim përpos pjesës natyrës ajo që mbartë si itinerar, pjesa historike, kulturore, jep shumë vlerë gjithë zonës, veçanërisht për turistët e huaj që janë shumë të interesuar. Atëherë pikë parë ky ka qenë qëllimi, të mbajmë gjallë kujtimin e Fishtës, frymën e Fishtës, duke ecur pikërisht mbi zhurmët e Fishtës. Aty ku ka lindur Fishta, aty ku është Fishta për gjatë para se të vazhdojë studimet, aty ku Fishta vetë ka thyer me vonë si student në Troshan, me vonë si meshtar edhe si drejtor, po themi, edhe si famullitar i Fishtës dhe i Troshanit. Janë vendet që lidhen ngushtësisht dhe pazgjeshmërisht me Fishtën. Edhe me vitet e para të jetës tij, po dhe me vitet e fundit, sepse Fishta para se të ndronte jetë me 30 tetor të vitit 1940, ka qenë duke shërbyer në Troshan dhe në Fishtë, në famullinë e tij, afër familjes tij, afër një. Pra Fishta e nis jetën ciklin e jetës dhe përfundon pikërisht në këto vende që ne kemi vizituar. Në çdo pikë kryesore përveç shërbimit kanë qenë vendosur edhe poezi të Fishtës, shprehjet të Fishtës, të shkëputur nga veprat e tij, në mënyrë se vizitori edhe të huaj të mësojnë diçka në lidhje me veprën e Fishtës. Pavarësisht se vepra e tij nuk kufizohet vetëm si vepër letrare artistike, se Fishta ka qenë politikan, arkitekt, ka qenë diplomat, siç dihet, një njeri i kompletuar, njeri erudit, njeri i jashtëzakonshëm. Dhe ky itinerar e mban gjallë frymën e Fishtës, i mëson sidomos brezin e ri që u shërben shumë, ta njohin Fishtën, ta njohin veprën e Fishtës, ta njohin rëndësinë e kohës së tij, ta njohin kontributin e Fishtës dhe të jetojnë në zhurmët e Fishtës. Pra të përjetojnë këto çaste, faktikisht udhëtimi zgjat rreth 2 orë, nëse bëhet hiking është i gjithë, por disa biznese të zonës, për shembull Mrizli Zana ka vendosur në dispozicion një makinë të hapur,
ato vizitorë në moshë nuk kishin mundësi për ta ndjekë gjithë itinerarin në këmbë, disa pika të fundit ka bërë mundur që ato t'i bëjnë me makinë, për me këtë makinën e madhe dhe i ka shoqëruar nëpër pikat kryesore ku ishin edhe shërbimet e bizneseve që përmenda më lart. Po, edhe për këtë do doja në fakt të pyesja edhe Dorianin. Dorian, si është tashmë të jeni pjesë e këtij itinerari, natyrisht jo vetëm për ju, po për gjitha subjektet dhe sipërmarrjet që kryesisht janë tipike të bujtinave, mikpritëse të zonës. Kjo është një gjë shumë e mirë për ne, se të mirëpresish shumë vizitor, mia vizitor që na kanë vizituar gjithë bujtinat, është një gjë shumë e mirë, dhe domethënë edhe vizitorët e shohin se na jena të bashkuar, bujtinat njëri me tjetrin, bashkë me restorantet. Edhe është një mikpritje si na kena bën shumë me dashamirësi, me zemër. Patjetër është pjesë e traditës së zonës edhe juaja natyrisht, por çfarë do të thotë, çfarë pëlqejnë më shumë vizitorët, natyrisht jo vetëm tuajt, por edhe shqiptarët? Po pëlqejnë të mikpritjen pjesën e itinerarit që është bën shtegu, me vizitu shtegun, me vizitu çdo bujtinë, gjithë secila nga bujtinat ka atë pjesën e vet vogël që racen, domethënë me mirëpritje, mirë se erdhe, mirë se u promi Zoti. Edhe vizitorët kënaqen se shohin gjithë fshatin bashkë të mbledhur. Edhe janë shumë të kënaqur, edhe thotë bravo ju lumë domethënë me këtë nisën që keni bën. Edhe kjo do të mbetet gjithmonë vazhdim pjesa e shtegut, ne do shkojë edhe gjatë gjithë vitit, jo vetëm me pjesën e sigur e kemi bën 23, 24, 25, po kjo domethënë kanë vazhduar mbrapa, kanë ardhur dhe kanë bërë shtegun. Unë dje kam pas pushuese edhe thonë do na më dalë me bën shtegun, edhe është një gjë shumë e mirë. Domethënë bojnë shtegun, vizitojnë gjitha bujtinat, i shohin, vizitojnë shtëpinë muzeut Gjergj Fishtës, edhe shtëpinë ku ka jetu. Domethënë është perfekt, është domethënë diçka shumë e mirë, pozitivitet shumë i madh. Pra ju keni vërejtur më njëherë një interes, le themi, të shtuar të pushuesve, por çfarë ndoshta kjo do ta ndihmojë edhe për të qëndruar, ndoshta edhe një natë më shumë edhe për të kaluar më shumë kohë në gjithë zonën, duke qenë se është natyrisht një mundësi jashtëzakonisht shumë e mirë edhe e pasur natyrisht. Normalisht se kur ka dikush një interes është shumë mirë, ajo është shumë plus i madh se vjen rën një natë, del ban shtegun, viziton, domethënë i mushet dita, ka mundësi për me kalu ditën, me vizitu, me po gjëra të reja, shumë të mira, shumë bukura. Edhe shton me najt edhe një natë tjetër. Edhe kjo është shumë plus për tjetër. Patjetër, për të rikthyer sërish për ta parë pak edhe më nga afër, Paulin ti e përmende pak a shumë itinerarin, le të themi në të përgjithshme se çfarë përfshin, por unë do doja të daleshim pak më shumë në elementët që pasqyrojnë figurën e Fishtës. Ndoshta më në hullësi dhe më në detaj, edhe për ata që po na ndjekin këto momente. Atë ditë, si thash, kam shoqëruar grupin e parë, të cilin kemi bërë pikë në orën 1, kemi nisur faktikisht njerëzit mezi po presin ta krejmë iniciativë shumë të interesante, kishin ardhur që në orën 10 disa grupe. Ne kemi kështu njoftimin 1 të çën 10 po na prisnin. Kur kemi nisur itinerarin, kur nisëm tek shtëpia krahas shimit të ursimit, që është po themi e parë, i fakti parë, më e rëndësishme ishte të mësojnë mbi jetën dhe veprën e Gjergj Fishtës, duke e kaluar siç thash në pikat ku i ka jetuar, në vendet, në shtëpitë që ai ka shkelur gjatë fëmijërisë me vonë gjatë ditëve të fundit të jetës. Dhe krahas kësaj pjese, gjatë gjithë rrugës, kam shpjeguar në lidhje me jetën e tij. Jemi ndalur, kemi lexuar poezitë e tij që kemi vendosur në për disa tabela, pankarta plastike të trasha, të cilat i rezistojnë edhe kohës. Vitin tjetër po mendojmë që t'i bëjmë prej hekurin, pra metalike, në mënyrë se mos kemi nevojë të vendosim më, dhe do të vendosim edhe më shumë se sa po janë sot. Dhe duhet të theksoj që është një bashkëpunim i shkëlqyer midis Bashkisë Lezhë, Drejtoria e Kulturës Tradicionale, bizneseve të zonës që kanë bërë punën më të madhe dhe me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, të cilët na kanë lejuar që të përdorim ambientet, po them ambientet e jashtme të dy ambienteve që përmendet, Memorialit Fishtës dhe shtëpisë ku Fishta ka jetuar provizorisht. Gjatë këtij udhëtimi më ka bërë përshtypje grup studentësh nga Kosova, të cilët i kanë ftuar një javë më herët, 67 studentë kanë qenë bashkë me 6 profesora. Në grupi faktikisht atë ditë grupi më simpatik, edhe grupi që bënin më shumë pyetje. Edhe me të vërtetë ka qenë kënaqësi nga shoqëruar nga fillimi deri në fund, dhe këto janë ato të para që kanë ardhur që në orën 10, 3 orë përpara se të vazhdojmë itinerarin fishtian. Dhe ka qenë një eksperiencë me të vërtetë shumë e bukur, to tregojnë fotot, to tregon interesi i medias. Faleminderit shumë edhe të Veklanit, përgjithësi po veçanti ju,
se na keni mbështetur dhe keni bërë po themi kas publike. Dhe duke nisur nga media, njerëz të thjeshtë kanë vizituar, vetë kryeministri e tjerë ministri e me radhë. Pra, një aktivitet ne kishim pritshmëri, por faktikisht se mund mi pritet kaq mirë në opinion publik, as neve s'na merr të mendje sepse është era parë. Ndoshta mund kemi pasur, do ta parandazi, mos kemi pasur të mangësi, por si fillimi, besoj se kritikas kemi pasur vetëm për gëzime, por ndoshta ato mangësitë e vogla në re vet, do t'i korrizojmë vitin e ardhshëm, do ta bëjmë diçka edhe më madhështore se sa si. Paulin, për të kuptuar ndoshta edhe pak më shumë publiku dhe patjetër për gjithë ata që janë të interesuar për ta përshkruar tashmë këtë itinerar, është e domosdoshme të jetë një udhërfyes apo edhe vetë në mënyrë individuale, personale mund ta përshkosh? Tapet aktiviteti, startoj aktiviteti, është grupin e parë da shoqërisë sërish vetë. Nërsa, ne vijim, kur vinë grupet organizuara, shkollash e tjerë, do të bëjmë mundur, nëse nuk jam vetë, dhe kam pa mundur bie fjalë, jam i zënë paralelisht me një grup tjetër, do të caktojmë udhërfyes turistik të licencuar, të cilët të jenë të informuar për jetën dhe veprën e fishtës, por edhe të kenë edhe një uri të përgjithshme për historinë e zonës, po edhe terrenin në atë kohë, terreni është i lehtë faktikisht, është i aksesueshëm, kjo pjesë që kemi shkelën e Mekëm, një pjesë e madhe është rruga asfaltuar, pjesë tjetër është shtruar me çakull. Pra është aksesuar, nuk është rrugë e vështirë. Dhe përveç kësaj të grupet që organizojmë duhet se s'bën që thash udhërfyesi turistik i mirë informuar, por në njëjtën kohë do të shtojmë edhe disa pika në këtë pjesën, sepse pjesa nga shtëpia ku jetuar fishta provizorisht dhe deri tek memoriali, siç e përmendëm në fillim, është një zonë, është pjesa itinerari, pjesa më e largët, segmenti më i largët, por ne duhet vendosim disa shërbime të tjera aty, disa biznese të tjera të zonës që ti përfshim në mënyrë se të jepet shërbim edhe në këtë pikë, dhe po ashtu të shtojmë edhe numrin e poezive, se një shpërputë fragmente nga veprat e fishtës, edhe shprehjet e fishtës, aforizmat fishtës të jenë më të shumta në numër dhe të ngelin aty çdo vit, jo të ndryshojnë për të. E qartë. Kisha një opinion tënd mbi reagimin natyrisht komunitetit, është diçka jashtëzakonisht shumë e mirë për ta, por nga ana tjetër, duke qenë se ju përmendët dhe udhërfyesit, mund të ishin ndoshta edhe të rinj e zonës pjesë e integruar të këtij itinerari, duke qenë se janë, si thua, edhe më afër brenda historisë dhe kulturës së fishtës. Fatmirësisht kemi të rinë se ende jetojnë në Fisht, në krahasim me zonat e tjera, Fishta është fshat i vogël, por pjesa më e madhe popullsisht nuk është shpërngulë jetojnë aty, sepse jetojnë nëpërmjet turizmit, nëpërmjet këtyre bizneseve që janë hapur. Kjo është dëshmi më e qartë që do të thotë se njerëzit kanë interes të jetojnë aty, të investojnë aty, të mos largohen. Faktikisht është mëkat të largohesh nga Fishta, veç do të përmend diçka, se ti përmbajmë gjithmonë temën. Vitin e kaluar mbas dënave që kanë ruajtur restorantet dhe bujtinat, janë mbi 150.000 vizitorë që kanë qëndruar në Fisht. Atyre klientëve që kanë ardhur tek dy restorantet Mrizi Zanave te Oazi dhe ato që janë dalur për të fjetur një natë ose më shumë tek bujtinat që janë hapur. Për shembull, Doriani ka 6 bujtina, çdo natë i ka plot, i ka të zëna, vjen jashtëzakonisht shumë mirë. Ka raste që nuk gjejnë vende për të fjetur, edhe largohen nga Fishta. Por të mendosh Iva një fshat, të pres 150.000 vizitorë, çka nuk e bën një qytet i madh i rëndësishëm, është një mrekulli për Fishtën, mrekulli për komunitetin, arsye fort për të qëndruar për të investuar në vendimje. Tani vitin që vjen ne është kursi i dytë, që unë po jap leksionet vetë, histori, arkeologji, trashëgimi kulturore, se po i përgatisim me Azencën Poseidon dhe me Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, do të licencohen udhërfyes turistik kombëtar, të cilët në kurs kam aktualisht 12, vitin e kaluar kanë qenë 9, nga të cilët nga këto 12, 3 janë nga Fishta, që do të licencohen udhërfyes turistik kombëtar. Përvoja atyre do të shërbejë shumë që të nxjisë edhe të rinjtë të tjerë se të përfshihen në këtë lloj pune, të cilat faktikisht krahas kënaqësisë së tjep ka edhe impaktin e vet financiar. Brenda sepse Shqipëria gjithnjëherë po rritet numri turistëve dhe veçanti Fishta. Edhe për të shërbyer më mirë vendit tyre, për të shërbyer mirë ekonomisë tyre familjare, për të shërbyer edhe biznesit që janë në zonë, do të ishte mirë se të kishin edhe më shumë të rinj që të përfshihen në këtë lloj profesioni. Pra, vitin tjetër vime një platformë akoma më të sofistikuar, pra më të mirë se sa si vetë, se kishte fillimi, kuptohet. Padyshim që shërben një model shumë i mirë ndoshta për të marrë si shembull edhe në zona të tjera të Shqipërisë, por për të vijuar me Dorianin. Dorian, Paulini përmendi që drejtoni 6 bujtina, nuk janë pak. Çfarë do të thotë, përderisa keni arritur në këtë numër, që ka një interes të lartë të pushuesve për të qëndruar në zonë apo jo? Po, interes ka shumë të lartë për të qëndruar në zonë, domethënë është një shumë pjesë e mirë e turizmit, po vjen shumë njerëz, ka shumë kërkesë, edhe në bazë të kërkesës mendojmë që të bëjmë edhe ne bujtinat.
Qartë. Por çfarë pëlqejnë më shumë? Ndoshta për të ndalur pak në mënyrë më të hollësishme te gatimet, pjesën e mikpritjes, padyshim që e përmendëm, ajo është diçka shumë e rëndësishme dhe domosdoshme, po edhe pjesë e kulturës tuaj. Te gatimet, gjithçka që ju ofroni, çfarë keni diçka specialitet, po. Na bëjmë vetëm pjesën e mëngjesit, se nuk është se bëjmë gatimet tjera. Po, mund të flasësh edhe në përgjithësisht për gjithë zonën, sepse natyrisht ju e njihni edhe çfarë ofron zona në tërësi. Zona ofron domethënë gatime tradicionale që janë të zonës, edhe janë bio, se këtu prodhohet gati 100% çdo gjë në zonë, është prodhim vendas krejt. Edhe ajo është pjesa më e mirë si turistat e presin. Mikpritin se e kanë shumë të madhe. Edhe pjesën që po vjen një vend, një fshat, domethënë i qetë pa zhurmë, edhe ato pjesë shohin shumë dhe më thonë vjen në qëtësi janë shumë të knoqën. Po përgjithsisht janë të huaj ata që eksplorojnë më shumë natyrën dhe ndoshta nuk duan të qëndrojnë vetëm në ambientet e strukturave, aty bujtinave apo restoranteve. Kush janë më eksploruesi natyrë? Edhe të huaj edhe shqiptarë, gjithë eksplorojnë, dhe më thonë vjen, dalin, bojnë gjirën, shetisin, shkojnë i vizitojnë pjesën e shtëpisë së fishtës, shkojnë edhe te mrizi i zonave, dhe më thonë kush vjen pronoton këto për me fjetë, shkojnë hangë darkën atje, ose dreken, bojnë edhe guidin si u banë te mrizi pjesën si ka dhe kantinin e punishtën, si ka bagjën, banë gjithë ato për punimin e mishnave gjanave, shkojnë bojnë edhe guidin atje, vizitojnë. Dhe më thonë, edhe shqiptarë edhe të gjithë e kanë kurreshtin për me dalë me vizitu vendin, me shiku sa ma shumë me eksploru. Po, kryesisht pjesa më e madhe e produktove, ose ndoshta edhe 100% janë prodhime të zonës, apo jo? Apo jo domosdoshmërisht? Po thuj se 100% janë prodhime vendese, janë gjitha të zonës. Edhe kjo gjonë i banë ma tepër për më orë njerëzit se vjen edhe janë ushqimet bio, edhe është shumë mirë, njihen shumë mirë, a kupton? Po, ju, ndërkohë, duke qenë se le të themi ka ndryshuar disi mënyra e të perceptuarit turizmit në këto zona, pavarësisht se ata vinë për të parë identitetin, kulturën, ju nga ana tjetër keni arritur t'i përshtateni pa prishur pjesën autentike të zonës kërkesave moderne të turistëve sot? Po, jena mundu mu përshtat pa prish shumë pjesë të zonës, edhe turistët janë shumë të knoqën, njihen shumë mirë. A do mban mend ndonjë moment le të themi të veçantë ose ndoshta ndonjë episod kur flasim këtu për turistët përgjatë këtyre viteve të punës tënde në këtë sektor? Unë nuk është se ka shumë që unë një vit e pak ka që i kam hapë, apo janë shumë momente dhe më thonë kur vjen hynë mrena, bojnë wow, sa mirë, sa bukur, mikpritje dhe më thonë ajo pjesa njihen shumë komod, si në shpinë e vetë dhe më thonë, sigur i kam vendosur edhe emrin, edhe njihen shumë rahat, shumë mirë. Qartë, për të kaluar sërish me Paulin, natyrisht që itinerari fishtian do të vlej besoj edhe si model për shumë zonat të tjera të Shqipërisë, por ju nga ana tjetër, ka mundësi për itinerare të tilla të ngjashme në zonë për ta pasuruar le të themi paketën turistike të gjithë rajonit? Kyva është itinerare, jo pse e kemi organizuar vetë, gjithë bashkë, jo vetëm gjithë bashkë, por është itinerari i parë, i plot, i mirëfillt në Shqipëri, sepse nuk ndodh, ma mërmendas në vend botës, se të përfshihet i gjithë fshati, i gjithë komuniteti në ndërtimin një itinerari në mirë funksionimin e tij për 4 ditë radhasi. Edhe pse ditën e fundit s'na ka favorizuar koha, nuk janë dalër turistët sësi. Sepse ka zgjatur nga data 23 deri data 26 tetor, pra 4 ditë të plota. Dhe është e vështirë të ndërtohet, pse po them, jo për skepticizëm, por të vështirë të ndërtohet një itinerar i tillë në një vend tjetër, nëse nuk përfshihet i gjithë komuniteti si pjesë e kësaj platforme së këtij projekti. Një itinerar të tilla kemi ndërtuar edhe më herë në disa fshatra malore të Lezhës, itinerar turistike nëpërmjet markimit të shtizeve, por edhe duke u udhëhequr vetë personalisht, për shembull shumë prej tyre kemi udhëhequr personalisht, unë personalisht flas, por të përfshihet gjithë komunitetin në këtë shkallë, siç është ndodhur në Fisht, për shembull, është e vështirë të bëhet në vende të tjera. Unë do të dëshiroja se për shembull, analoge mund të bëhet diçka e ngjashme, mund të bëhet në Theth, mund të bëhet në Vermosh, mund të bëhet për shembull edhe Lepush, në Valbon, ku ka shumë bujtina, ka shumë biznese, restorante, hotele,
të cilët janë në distanca të baraslarguar nga njëri tjetri, se kanë infrastrukturën e mirë, ato mund ta bëjnë të mundur realizimin e itinerarit ngjashëm, ndërsa në vendet tjera si nuk e ofrojnë këto lloj shërbimesh dhe ku nuk përfshihet i gjithë komuniteti, është vështirë për të arritur në këtylla standarde. Kjo është. Prandaj do duhet, ndoshta mund të shërbejë kjo edhe si një thirrje për gjithë ata banorët që janë në zonat ngjashme dhe kanë një potencial të madh të tillë historik dhe kulturor për të bashkëpunuar, sepse gjitha kjo përpos pjesës së turizmit u shërben vetë këtyre zonave për të rijetësuar, për të pasur jetë edhe natyrisht edhe ekonomi, se gjithçka është pasojë për gjithë mënyrën se si menaxhohet. Pikërisht për të mandhen pikërisht biznesit të zonës, njësitë e shërbimit të zonës. Në bazë kësaj kjo strategjia më e mirë e mundshme për fillimin e qëndrueshëm ekonomik. Nëpërmjet promovimit itinerarëve turistike, bëhet promovimi i bizneseve tyre dhe njerëzit. Krahasnjosjes historisë, vepra sa gjestishtës, shërbejnë edhe për të sjellë të ardhura financiare për këto bujtina dhe njësitë e biznesit. Të tjera si përmendur, në Shqipëri fshatra malore plot. Këto më kemi edhe afërlisht katundin e vjetër që është me bujtina, por duhet edhe diçka iva. Duhen monumente. Do të kenë edhe monumente, do të kenë figura nda historike si çerkishta, po njerëzit mos ta kenë mendje për të ngrënë ushqimet, për të provuar gastrimin, por të kenë mundësinë për të vizituar monumente, të kenë njësi të përjetojnë historinë, shtojnë natyrën e bukur. Pra, faktikisht Shqipëria jemi të bekuar si vend, ka vende të bukura, ka fshatra turistike. Dhe por problemi është tonë, nëse ka shumë njësi shërbimi, ka pak monumente. Nëse ka shumë monumente, ka pak njësi shërbimi. Ishte i plotëson të gjitha këto kritere dhe praktikonik. Megjithatë do duhet theksuar në këtë moment dhe në fakt është komenti i fundit që gjithçka është natyrisht shumë pozitive dhe urojmë të shkojë ashtu siç duhet, por nga ana tjetër duhet pasur edhe shumë kujdes kur kemi një numër të shtuar të turistëve, veçanërisht në zona të tilla siç është edhe Fishta. Duhet pasur kujdes për të ruajtur natyrën e natyrisht edhe gjithë monumentet. Mënyra se si do duhet menaxhuar dhe koordinuar gjithçka do duhet të jetë shumë me kujdes. Deri tani faktikisht është menaxhuar mirë, por përderisa pritet numri i madhe. Për shembull tek Doriani ka nisë me kemë në bërë, ka nisë me turista zviceran, tjerë ka nisë me turista anglez dhe holandez, kryesisht pra janë të huaj, ato se shumica klientëve që janë në restorante, mrizin zonave dhe oazi janë kryesisht shqiptar, ka plot të huaj, por në përbujtina ato që qëndrojnë mbi 90% e tyre janë turista të huaj, të cilët vinë një herë dhe sjellin prapë njerëz të tjerë. Ka përjetuar Doriani, po vërtet ta përjetojnë edhe të tjerët. Pra janë të huaj të cilët vinë dhe sjellin më shumë të huaj. Janë agjenci turistike të huaja që vinë fillimisht vetë për studiuar terrenin, për të parë cilësinë e shërbimit, për të parë edhe logjistikën, ajo mundson diçka të tillë dhe sjellin grupe të mëdha të organizuara si sjellin më vonë. Atëherë është një apel kjo edhe për biznesin e Fishës, duhet të kenë shumë kujdes lidhe me dhënien e cilësisë së shërbimit, në mënyrë se cilësia e shërbimit s'po them të rritet, sepse është në nivele shumë të mira, por të mbahet në tillë nivele dhe pse mos të rritet edhe më shumë faktikisht. Për të mbajtur afër sa më shumë turistë huaj dhe për të rritur numrin e tyre, siç thej vetë, bashkë me këtë kënaqësinë dhe edhe përfitimin financiar, vjen edhe përgjegjësi shumë e madhe, jo vetëm për fshatin, por edhe për opinionin e Shqipërisë vetë në, po themi, në arenën ndërkombëtare në lidhje me turizmin. Pra, kur shënohet Fishta si pjesë e rëndësishme itinerarëve turistike shqiptare, është edhe një pjesë e rëndësishme itinerare turistike evropiane, përderisa vinë shumë të huaj, kryesisht në Evropa perëndimore. Prandaj duhet të kemi kujdes, duhen edhe urrëfisi turistik. Me Dorianin, për shembull, kemi nisur, i kam sugjeruar edhe bizneseve të tjera në pjesën malore, është pa prekur pjesa malore. Unë kam lidhur vetë, jam rritur në Fishtë, është pa prekur, i kam thënë se të markojnë shtizjet, sepse atje nuk ka monumente, ka rrënoje vendbanime të hershme dhe ka pyjet mrekullueshme, ka edhe disa liçene të tjera, janë gjithsej 9 liçene artificiale, ato janë privat ndërtuar vitin 90 në për zonat malore. Të gjithë janë vende piktoreske, të cilët duhet të përfshihen brenda një itinerari tjetër, jo këtij, po itinerari dytë, i cili duhet të funksionojë gjatë gjithë vitit, jo vetëm në kuadrin e përvjetorit linjës Fishtës, por gjatë gjithë vitit, në gjithë astimet. Patjetër, edhe një pyetje të fundit për Dorianin, kryesisht si funksionon rrjeti i pushuesve, i vizitorëve, funksionon më së miri nëpërmjet rrjeteve sociale, në çfarë forme promovimi apo përgjithsisht agjencive apo referencave, dikush që ka qenë më parë i thot dikujt tjetër nëpërmjet fjalës? Pjesa më e madhe është nga booking. Ajo është pjesa sociale. Pjesa tjetër janë nga këto agjencitë. Pjesa tjetër është nga mrizit, dhe më thonë vjen mriz, janë të konsumoni dark, edhe kjo restoranti tjetër Oazi, në atyri në ke në i dhëmë lirë. Ma shumë, dhe më thonë, pjesa ma madhe është me rrjetet sociale. Me qartë. Mirë, Dorian, të falenderoj shumë, edhe shumë sukses në punën tënde,
uroj që të keni sa më shumë turistë edhe siç tha edhe Paulini, por nga ana tjetër është dhe një përgjegjësi e madhe për ju për të ruajtur standardin dhe pse jo edhe për të arritur cilësinë e shërbimit. Paulin, të falenderoj shumë, besoj do kemi shumë për të fol. Jo vetëm për këtë itinerar, kur sa do të vijë do të pasurohet, por ndoshta edhe për itinerar të tjerë, sepse është një zonë e pasur me shumë potencial historik dhe kulturor. Faleminderit shumë edhe ditë të mbar. Mirupafshim, gjithë mira.